Përshëndetje fan lovers, kudo ku jeni mirë se erdhët në shtëpinë tuaj, do qëndrojmë bashkë tani, do qëndrojmë me Rihanën, me Drake, me Nellin dhe Kellin që do të nis Fun Day në ditën e sotme, me çunat që i kam këtu se vdiqën ti përshëndes një çik, me pjesën tjetër në regji dhe me të gjithë ju që e doni edhe doni ta shihoni këtë në mënyrë në maksimumin e mundshëm, duke qenë kështu duke bërë qef se fani sin. Filloi Fun Day se kam bërë një hyrje kështu të tmeshme, të frikshme fare madje. E disa gjëra të bukura që kemi sot për të diskutuar dhe për t'i ndarë njëri tjetrin. Kjo nuk do të thotë që gjërat e bukura kanë afat skadence vetëm në 2 orëshin e Fun Day. Gjërat e bukura janë 24 orë në shërbimin tuaj dhe këtu hyn në lojë ato strishat për cilat gjithmonë ju ftoj, ju bër tas, ju ulë rast, bëuni pjesë jona në Instagram, në Twitter, në Facebook, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.al. Lajmet më interesante i gjeni aty. Përpos këtyre gjeni një link shumë të thjeshtë ku mund të votoni këngën tuaj të preferuar shqiptare gjithmonë, që ne pastaj të ndërtojmë top 10 në këngëve më të mira shqiptare për t'i parë të shtunë, pastaj kush do të jetë vendi i parë, i dytë edhe i tretë. Shpejt do të them çfarë kemi sot në fakt për ta nisur kështu me vrap Fun Day sun me zipres. Jam e bindur dhe ju e tregoni si tregoni me ziprisni të filloj Fun Day. Kesha është në probleme. Çfarë hallesh ka ndodhur me Kesha dhe pse është dukur? Ka qenë në këtë gjumë letargjik, do të zbulojmë pak më vonë, jo në hyrje të Fun Day. Ndër të tjera do të kemi një hot of the day që është kjo kënga që kemi në sfond. E fundit fare më në fund doli videoklipi i Rihanës, tani mund të flini të qetë, nëse nuk ju ka zënë gjumi deri më tani. Edhe pse ishte pak për të parë, le të themi, ideja e klipit, gjithsesi çfarë bën Rihanna në dhomën e gjumit e keni në klip tani. E shohim më vonë edhe këtë. Ka publikuar dikush tjetër audio në këngës më të re, për kë bëhet fjalë dhe zbulojmë pak më vonë se fanët e tij specifikisht besoj e di, nuk ju ka humbur ky rast. Edhe Selena Gomez do të vijë sot, do të vijë ashtu si keni parë ose siç është imi rrallë herë, duke kënduar live. Këndon shumë mirë. Do të zbulojmë pak më vonë një cover që ajo ka bërë për ta mbyllur kështu me shumë mundësi, do shohim, jo me shumë mundësi, po 100% e mundë, do shohim fytyrën e Kanye West, e fëmijës së dytë të Kim Kardashian, si është ky ngjan më shumë të zbulojmë pak më vonë. I thash të gjitha, do ta nisim një ndër këngët më të bukura që kam dëgjuar ndonjëherë. Nelly dhe Kelly kanë dilema, ne s'kemi dilema për Fun Day. Fillojmë kështu. Unë sugjeroj, unë them, t'i uroni pak njerëzit tuaj të zemrës që festojnë ditëlindjen sot, me duke i bërë një mesazh shumë të bukur, të këndshëm, nga këto për shembull, sot që lindet ti, ditën që lindet ti ka rënë shi, e të tjerë se nuk e mbaj mend asnjëherë këtë mesazh që është kaq mainstream dhe klishe ndër të tjera, por më rëndësishë që ka diçka të vërtet, dashuri kundrejt personin që ti don, kështu që dhuroni dashuri, dhuroni mesazhe, dhuroni paketa, se paketat më të bukura i dhuron Telekom Albania për gjithë ju, kështu që shpejt bëni mesazh njeriu që doni tani, madje ftojeni në shtëpinë tuaj ta shikoni Fun Day bashk, duke shfrytzuar edhe 4 gënjë që Telekom Albania sjell për herë të parë në Shqipëri. Me këtë 4 gënjë Telekom Albania, u futet dhe googloj pak kush kanë ditëlindjen sot se u takon këtyre personazhe të njohur të Hollywoodit ndër të tjera, për stopuar tek një aktore, Emily Blunt në fakt, që nëse keni menduar ndonjëherë mos ka ndonjë gjë me James Blunt, vetë se kanë ditëlindjen kështu njëri pas tjetrit, ka dhe mbi emrin e njëjit. Asnjë lidhje nuk kanë, u afikun këtë dyshim. Emily Blunt, një aktore shumë interesante në çdo rol që ka spikatur, feston 34 vjetori ditën e sotme. Për të kaluar një këngëtare që e mori Eminem, e futi under construction dhe u bë big deal. Po flasim kështu për zbulimin e tij në fakt, e njohëm më shumë ti tek ai hiti I Need a Doctor, ose ndryshe siç quhet ajo në fakt Skylar Grey, sot bë 30 vjeç. Pa çka se nuk duket fare, po ta googloni, është shumë interesant me lugë dhe në dukje, shumë interesante, dhe nuk duket fare që ka për 30 vjetori në ditën e sotme. Këto ishin ditëlindjet. Unë këtu gjej hapësirë në fakt për të përshëndetur, për të uruar gjithë fan lovers kudo ku janë dhe festojnë ditëlindje sot, gëzuar njerëz dhe shijonin maksimum këngën e Dokt që bën bashkë Dr. Dre, Eminem dhe Skylar Grey me I Need a Doctor. E mbani mend atë këngën TikTok të Keshës. Ta themi kështu shkoj fare, ajo ishte kënga që e bëri. Besoj një prodhim i Timberland sigurisht, ishte edhe epoka e lavdisë së Timberland, tani një zoti di se ku është. Kam përshtypjen duhet shpallet She Want It ky që të na bëjnë një këngë të tjera. Kesha
e nisi shumë barë me atë këngën, gjatë rrugës u çmend pak, tani është dukur se pati probleme të teksuar me kompaninë e produksionit të saj me Sony Music nëse nuk gaboj. Tani çfarë ndodhi? U bë e famshme, po shumë e famshme dhe filloi me këto deklarata të tmerrshme që bëjnë gjithë vipat, pasi janë bërë kështu big deal dhe super të laguar dhe interesant në fundit. Tha që menaxheri i saj, drejtori i këtij produksioni, e kishte përdunuar, e kishte droguar, e kishte detyruar të firmoste kontratën etj. Pala tjetër e akuzuara, ndërkohë se kam dalë dhe nga një provim unë dhe bëhe kështu tamam, Dr. Lu ishte ai i cili Luk i tha që tipo gënjen me vajzë dhe nuk i pranoi fare këto akuzat etj. Kjo bëri që të dy palët të përballeshin në gjykat. Fakti që Kesha nuk ka fakte e bëri që ky është edhe problemi që tash në hyrje të Fandi, bëri që ajo të humbiste seancën gjyqësore, e u bë nami atje, sigurisht është mërzitur Kesha, i kanë thënë që kontrata është vazhdon të vlefshme, nuk mund ta thyej ta prish këtë kontratë tani më. Fitoi ky tipi tjetër me pak fjalë, pa ajo çka na pëlqen më shumë ti është që Kesha ka mbështetjen e shumë personazheve të famshëm. Ndonse Lady Gaga, Lorde dhe shumë të tjerë kanë mbështetur moralisht, Taylor Swift ka bërë diçka më shumë. E ka mbështetur moralisht, po edhe financiarisht, ka dhuruar gjithë ato lek për prit ku e kam në telefonin që t'ju gjeja dhe shifën, se sa lek ka dhuruar tamam. $250,000 në ndihmë të Keshës. Të gjithë këtë e ka bërë Taylor Swift, e shikoni sa vajzë e mirë që është. Shumë prandaj fiton gremja ose nuk e di, sigurisht problem zoti për gjithë të mirësinë që bën ajo. Ndërkohë Kesha gremi jo që s'ka fituar kohët e fundit, këngë jo që s'ka bërë, po do vazhdoj të bëj dhe jo me dëshirën e saj, sepse kontrata nuk do të pritet me kompaninë e produksionit. Të paktën këtë dim deri më tani. Unë sugjeroj ti lëm mbrapa këto çfarë ka ndodhur kohët e fundit që nuk janë as pak pozitive në thelb, dhe cilëm atë këngën që Kesha ishte tap fare, po shumë suksesshme në fundit. E shohim. Bashkohuni me ne në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in intv.al. Përpos gjithave ju aty duhet votoni këngën tuaj të preferuar shqiptare që ne pastaj të shtunën, kështu qartë fare dhe pa korrupsion të bëjmë top 10-in, top listën e këngëve më të mira shqiptare gjithmonë sipas votave tuaja. Bashkohuni me ne në Facebook dhe bashkohuni po mirë ama tek ajo pyetja interesante që bëjmë. Sot bëjmë kalkulime njerëz, sot merrem me shpenzime, sot dhe fund muaji avash dhe u kuptoj shumë mirë kuotat financiare të gjithëve. Bashkohemi dhe sensibilizohemi me ju. Prandaj dhe pyetja që vinte sot i takon tek kësaj situate. Gjëja për cilën keni shpenzuar më shumë, mbas jeni penduar, keni një histori fani për ta treguar, e keni ndarë në komente duke nisur kështu me një donë, shpenzoj për shumë gjëra, por më shumë shpenzoj për sufllaqe që i kanë përditshme. Ndërsa më thot pse nuk e lexove komentin tim në Facebook këtë premte. Dëgjoj tani ndonjëherë edhe nuk shoh se Einsteini nuk më bëri dje. Marinela thot gjëja e vetme që shpenzoj më shumë janë librat, më pëlqen të lexoj dhe blej shumë libra. Çdo thot si të më bësh dhuratë mua një libër se dhe unë i dua shumë librat. Jordi thot shpenzoj lek për veshje, për kafe, për sufllaqe, të tjerë. Ndërsa Jesse thot shpenzoj më shumë për shumë gjëra, por më shumë ka shpenzuar për dhuratën që do i bëj babit për ditëlindje. Panaj thuaj një çfarë dhurate, kështu inspirohemi dhe në të tjerët. Nina për ushqim, chips apo ëmbëlsira, harxoj shumë thot sa herë dal, edhe xhaketat i blej shtrenjtë fare. Qendresa thot më shumë para shpenzoj për të bler rroba, ndërsa Mistrecia vogël thot gjëja që kam shpenzuar më shumë është koha me njerëz të pavlerë. Goni Catalana, si më pëlqen shumë ky emri, thot ka shumë, si për shembull një fanell e skuadrës time të zemrës që është Barcelona, pa diskutim. Dritjeta thot më shumë shpenzoj për veshje, për bizhuteri, për celular, për energjinë elektrike, thot Gretis, për celular dhe për gjëra koti. Ndërsa Ergesa më shumë shpenzoj për veshje dhe për shkollë, ndërsa Giselda thot unë shpenzoj për shumë gjëra, po më shumë për veshje. Ëngjellushe thot për makinën time shumë, ndërsa Jola për një telefon që ja kam përdhurat një shoku të ngushtë. Melisa thot kam shpenzuar për ëmbëlsira shumë, por edhe për rroba, për atlete, për fustane, për këmisha, thot let it be, ndërsa Anisa për ëmbëlsira dhe bizhuteri. Tani shumë i keni përmendur këto ëmbëlsirat, dhe po na hahet që është e vërteta, kështu që i fusim një këngë. Kjo ishte ajo kënga Fan Lovers, kjo ishte ajo kënga që po ja thënë tani po më dushon dhe mua zëri, e keni vënë re, po bëhet zëri kështu interesant. Më basi ato spotet publicitare radiofonike që jepen pas orës 12 të natës. Se edhe kjo kënga këto orar do kapi, domethënë pas 12-s duhet të dëgjohet, të shijohet e tjerë, fundja muzika për të shijuar është. Është Justin Bieber dhe është kënga më e fundit version audio që ky djalosh ka bërë që na tregon edhe një herë më shumë që është rritur. Do thoni ju, po ne e kemi kuptuar që është rritur Justin Bieber shumë kohë më parë, madje që kur e pam se si lëvizte lart e poshtë në pushimet e tij egzotike,
i zhveshur po i zhveshur komplet, që kur i qarkulluan ata fotot nudo, që kur i ndryshon të dashurat në 22 sekondë të jetës së tij dhe të gjitha këto çuditërisht janë modele, që aty kuptuam që është rritur. Por të përqendruar tek ky produksioni i fundit që është publikuar vetëm në version audio, më fal, pse e keni fiksim në kapin gjithmonë për listë këpucët, nuk e kam kuptuar kurrë këtë gjë. Vazhdoj të kem të vrara këmbët, mund ta lëm me kaq, ju lutem. Përqendrohemi tek Justin Bieber tani, i cili publikoi versionin audio dhe kritikat e parë, mendimet e para që kanë qenë ka thënë, çfarë djali, është një këngë super nxehtë dhe super sensuale, pa pikë dyshimi, është kënga më sensuale që ka pasur ndonjëherë në repertorin e tij. Nisur që nga titulli, dhe unë kas në mendojmë kështu për Justin Bieber, sepse për shembull titulli Oh Girl, çfarë mund thuash ti tjetër? Nuk tregon se sa IQ të theksuar, koeficient inteligjencë ka kjo vajza, përkundrazi, edhe teksti na ka bërë dhe muzikat që të mendojmë që është një produksion shumë sensual ky Justin Bieber, që e silla të ndryshe dhe më të rritur sigurisht. Ja t'u them pak disa fjalë nga teksti që i thot ky 21 vjeçari më i dashur në botë. Trupi yt më të çmend, po bën thras emrin tënd, jam i lumtur që jam këtu me ty, e të tjerë. Këto janë shprehje që ka zgjedhur Justin Bieber në këtë këngë, që ende nuk e dim nga doli, kur u bë, si u bë, pse, me kë e ka, për kë e ka, po një gjë është e sigurt, Justin Bieber i bëj gjithmonë surpriza, dhe nga ato surpriza që ne na pëlqejnë në fund të ditës. Kështu që ky momenti është i gjithë për të. Dhe film post Justin Bieber, kush vjen do thoni ju? Sigurisht, edhe gjyshës time, po t'i thua Justin Bieber, të thot Selena Gomez, direkt, shu bam bam, madje ka batutat në majtë të gojës. Po për Selenën do flasim. Unë në fakt e bëra nxemjen, po i them kështu tani. Unë e bëra nxemjen që në hyrje të Fan Day, që do të kishim një cover song nga Selena për t'i përjetuar botës mbar që ditë këndoj live. Për dy gjëra sulmohet kjo shkreta. E para, që do akoma Justin Bieber, nuk e la në reha, domethënë. Dhe e dyta që nuk ditë këndoj live. Në fakt, le të themi për mirë gjithmonë, na surprizoi Selena që në performancën që pati në Victoria's Secret, ku për herë të parë aty këndoj live, do të them që ja doli mirë. Do thoni po ku merr vesh ti Fatma nga muzika? Okej, nuk marr vesh fare, po fare ama, por nuk ma vrau veshin. Stonatura dishin të këndshme, le të themi tamam si lule këngë ngjanin, vokale gjithmonë. Tani së fundmi ka zgjedhur të këndoj live, të bëjë një këngë jo të salen sigurisht, një cover. Edhe kjo ka ndodhur në BBC, është BBC Radio që u nxjerr të palagjit, vipave aty të shkojnë, pak këtu që me muzikë shkojnë dhe këndojnë versione live. Kështu që s'kemi ne kështu në Shqipëri se kush do vinte, po ta mendosh me kokra do ishin. Selena ka zgjedhur të këndojë një këngë të Magic, Po, është Ruda, ajo kënga që ne kemi dëgjuar pafund në fakt. Ajo ishte kënga që zgjodhi Selena të sillte në versionin e saj gjithmonë. Sigurisht komentet kanë qenë edhe kështu 50-50, le të themi sa thonë ama më çfarë po bën. Të tjerë thonë hey bravo Selena, këto Selenatorët me siguri, thonë sa bukur, sa qef, sa mirë. Gjithsesi unë e sill tani dhe vendimi është i juaj, ju pëlqen, ju pëlqen. Dëgjojeni pak, e shohim. Hopped in my car and raced like a jet. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to. You say I'll never get your blessing till the day I die. Since you left my friend, but the answer is no. Why you
lesson till the day I die. So to love my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so Why you gotta be so rude? Heavy work, 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 work. You see me do Më në fund, doli dhe videoklipi i kësaj këngës. Kishim gjithë të kohë që pun, se kaq kuptoj te videoklipi. Më falni për anglishtën time të dobët, po ashtu si thotë Rihanna fjalët, them drejtë dhe this is a pencil, nuk e kuptoj nëse ma thotë Rihanna. Gjithsesi, work, work, work e kam kuptuar, pun dhe gjithë kjo punë pas ka qenë për të parë dy videoklipe bashkë. U lançua së fundmi klipi i saj, shumë i bukur, shumë interesant në thelb, sikundër Rihanna ditë vi gjithmonë ndryshe dhe interesante dhe kontroversë dhe zhurmë ditë bëj dhe bën në mënyrë më të mirë të mundshme. Çfarë ndodhi dita tash? Doli klipi i Rihanës më në fund sa qef ta shohim pak. Filloi 7 minuta klip. Të shkoj filmin me trazh të shkurtër, tash hajt më duke parë Bitch Better Have My Money, që ishte paraarse, ishte mos e kuptueshme kjo e dyta. Fillova ta shoh mbaroi, okay tash po i bëj stop mbaroi. Filloi prap, njëjta këngë me klip ndryshe. Njëherë në klap, pastaj në dhomën e gjumit praktikisht. Ato që bën Rihanna në klip, besoj unë, në dhomën e gjumit bëhen. Gjithsesi, nga Rihanna presim këtë dhe çdo gjë të çmendur. Po të kësaj natyre brenda kuotave ishte. Tani, është lançuar sikur na premtoi dhe albumi i saj. Kënga bën pjesë tek albumi Anti, i cili është treguar dhe prezumohet që ka patur super shitje që momentet e para të lançimit. Për kritikimet e këngës besoj unë, nuk është nevojshme fare të flasim ndër të tjera se që në momentin e parë po 10 milionë apo 12 milionë, s'di të them sa mund të jetë aktualisht, po milion që ne ka gllaburuar fare mirë sikundër bën Rihanna me çdo këngë të saj. Ajo që u vëre më shumë ishte sigurisht alkimia që ka midis tyre të dyve. Unë besoj që ky e ka qef ky Drake. Po ajo që më përshtypje është të shkretit, çfarë nuk i bëjnë? Me Nicki Minaj, me Rihanna, me Madonna, çfarë si bëjnë këtu Drake? Ky prapë mbete djali mirë, djali qetë, djali ëmbël. Kjo është kënga e nxehtë e ditës. Dhe kur themi hot of the day, është tamam hot of the day. Ja e shohim. too late. I swear I've been like that. Tani, studia ime momentalisht është shumë e bukur e para punës. E dyta punë nuk është nga unë, që është pak për e sigurt, është nga kjo vajza këtu. Është shumë e bukur nga afër. Nga kjo vajza këtu. Është Suada Sherifi. Faleminderit. Unë ta shikoni gjithkohë, shumë si një bukë. Dëgjoj, atë beznis fakti ku gjithë thonë shumë e bukur, shumë e bukur. Jo, absolutisht nuk më bezdis për kundra si. Po, s'të zbërë kështu që sikur gjithë edhe ky njerëzit ishin prap. kaq dashamirësh dhe pozitive të më mbushin me fjalë të Edhe mira. gjatë, edhe e gjithë bukur, mirë. Suad. Çfarë formule ka përdorur mami jote? Sa dukur tamam si produkt eksperimental që ka marrë gjërat më të mira, hop e ka bërë, doli Suada. Po historia po mos u kishte treguar, e kupton, në mënyrën se si unë kam evoluar dhe kam ardhur deri këtu. Ti do dyshoje që unë jam komplet e gjitha një produkt i bisturisë. Ti se din që unë e kam atë faqen që pa të bllokut. Nuk e ke marrë vesh? Keti? Po. Unë të kam sulmuar, që të bëja unë? Do merresha me të gjitha dhe me ty do merresha. E më dëgjoj këtu, pra me të dashur. Disa të kam kërkuar. Tani ne që zi. Të kam kërkuar në qiell dhe më dole këtu në tokë. Si s'ke tur njerë. E po tani çfarë bëj? Kaminato go. Dhe ndërgjegje më të lë, ndërgjegjen tënde. Kaminato, pse si mund të jesh ti kështu e bukur? Ke ti nat? E vërtet. Ke ti nat? E jo, nuk kam mundësi. E bëj komplet ndryshe. Se kam parë një pjesë të vipave të vlogut që thonë, si më presin mua fansat, dhe është një gotë të shëmtuar Beti më duket, edhe si janë të vërtet që është një alien. Po, imagjino. Në fakt shumë interesante, se edhe në rrjetet sociale është të vërtetë ne shesin veten ashtu siç duam. Në fakt, ndoshta edhe ishin shoqërosur pak më tepër se ç'duhet këto rrjetet sociale, por edhe kjo pjesa e të sulmuarit këdo, e kupton, në fakt nuk më duket shumë e arsyeshme, sepse vjen një moment që ti, në momentin që humbet objektivitetin e gjykimit, bëhesh i pabesueshëm. Tamam. Kështu që do flasim edhe për dilla gjëra. Unë këto gjëra kështu që kanë në thelb janë negative, i bëj inekzistente. Se më bezdisin, do mbushim me gjëra negative. Jo të gjithë njerëzit janë kaq të zotit me këtë pjesën. Jo se absolutisht kush dëshiron të ketë pjesë të jetës apo të momentit të tij gjëra negative apo energji negative apo situatat negative. Por ja që ato janë pjesë e jetës tonë dhe ne normalisht nuk mund t'i shmangim të gjitha gjërat, pavarësisht se pjesën më të madhe të shmangjes e kemi në dorë. Por ndonjëherë për shembull
ndonjëherë dhe duhet të përballesh. Varet nga natyra. Unë përgjithsisht jam natyrë që përballem me gjërat, nuk më pëlqen të shmange. Shumë mirë. Bravo qoftë. Je basketbollisti prandaj më son bësh kosh. Jo, unë kam qenë një nga studentët më të mira, kështu që unë nuk kam frikë të filmoj. A ka marrë për basketbollin? Më ka marrë zëni shumë madhe për basketbollin sepse që në momentin që unë u shkëputa, unë kështu jam në përgjithësi si natyrë, jam shumë drastike. Unë u shkëputa, ritentova mbas disa përpjekjeve dhe terapive që bëra me këmbën, u riktheva përsëri me idenë që patjetër që tani jam mirë, mirë po postova një ritëm tim. Prapë. Dhe që në atë moment unë nuk tentova më kur, sepse edhe sikur thash, unë gjithë jetën time do luaj me frikë, gjithë jetën time do luaj me idenë që unë duhet të ruaj këmbën se mos po vritem, dhe nuk do luaj si ajo Suada që ka lozur gjithmonë me grind, me A je edhe një jetë kështu si që je në fushën e basketbollit? Ja. Sulmuse? Jo. Sulmuse është tjetër gjë, me grind është tjetër gjë, po absolutisht kjo është pjesë e natyrës time, pavarësisht sa unë e mbaj të fshehur. Po, nuk është se shfaq shumë, domethënë, sepse në përgjithësi jam dhe indiferente, domethënë, për sa i përket gjërave, domethënë, gjërave të pjesës të njerëzve të tjerë apo të jetës së njerëzve të për sa i përket çdo gjë që nuk më përket mua dhe botës time, unë jam absolutisht shumë indiferente, kështu që e kupton, është një lloj nuk mund ta ndaj me thik, por është pjesë e natyrës time dhe grinda. Po. Kam përshtypjen se të shkoj. Unë thohem se je e bukur Suada, s'kam çfarë të bëj tani. Të shoh kështu se të kam parë vetëm në televizor. Ti mos të temprota. I kam të mijat këto, taksirat. Se pati gjithmonë ti. Më mendova të bie vetëm me mua kështu. Jo, kaq po egzagjeroj vetëm me ty, që është e vërtetë. Po dal nga doza. E din ti që i ke munguar ekranit apo s'e ke vënë re këtë gjë? Unë e thash edhe tek intervista. Po, e lexova në fakt. Unë i kam munguar ekranit, po edhe ekrani më ka munguar, thënë, edhe unë i kam munguar ekranit, edhe mua më ka munguar ekrani, por dashuritë e më dal gjithmonë janë të pamundura. Po, sa e bukur kjo. Ti vendose vetë që doje të shkëputeshe apo je në pritje projekti atë që më të vërtet don? Është një moment në të cilin unë kam vendosur disa prioritete dhe për momentin jam fokusuar totalisht në karrierën time profesionale. Sapo jam pasur me licencën e avokatisë. Urime! Faleminderit shumë. Ka qenë një satisfaksion i jashtëzakonshëm për mua dhe familjen time, po. Por do të vazhdoj studimet në këtë fushë, sepse mendoj që avokatia ka qenë një eksperiencë shkëlqyer, më ka shërbyer, por mendoj që mund të jap më shumë në fushën e drejtësisë. Edhe po vazhdoj studimet dhe për këtë arsye unë jam tërhequr disi nga bota televizive apo nga pjesa e botës së medias. Por që sigurisht që jam sa herë që marr ftesa nga emisione të ndryshme për të cilat realisht kam konsiderat. Si për shembull për emisionin tuaj që unë ndjek vazhdimisht. Me vërtet? Sa qef. Po pse më anulove ftesën e parë? Ftesën e parë nuk ta anullova se ishte komplet jashtë dëshirës time, unë javën e kaluar kam qenë pa shef. A je më mirë tani? Tash jam pak më mirë dhe urova që mos të kisha asnjë moment kolliti ose të shtime. Kam qenë edhe unë me pas të hyja këtu. Çfarë thua? Isha gjithkohë duke u kollitur. O bobo të shkuar asua. Faleminderit. Ne muzikë dëgjon besoj. Patjetër. Unë sa ngrihem në mëngjes hap televizorin, po. Sa qef. Edhe dëgjoj muzikën tuaj. Atë doni ju orientoni shijet e mia. Ja, të orientoj prapë një shije tjetër muzikore, Suada është këtu, kënga është atje. E shohim. Ngjici kjo këtu. Te Bizylyku. Do të ndihmoj. Rregullova, jam shumë okay. Mirë, jemi në studio prapë ne. Kush të mori në telefon tani? Apo askush? E kam sekret, nuk e them. Jo. E kam sekret. Se kur jemi takuar rëverë bashkë përflisim me babin për shembull. E mbajmë në shumë dhe o ba 2 sekonda edhe mbyllet telefonin se fillova folë me mua dhe Nikon. Në fakt me babin jam shumë e lidhur, jam më shumë e lidhur me babin se me mamin. Se nëse i thua një gjë mamit, ajo kthe në dramë, paramendon disa derivatet e situatës si mund të precipitojnë. Është babi shumë objektive dhe është shumë më i qetë, nuk është i ndikuar kështu. Edhe me babin ndaj shumë momente, shumë gjëra, jam shumë e lidhur me babin. Ti qenë këta ma princesha babit, Nuk kam qenë shumë princesha babit, sepse babi gjithë kohës më ka marrë zvarr për stërvitje. Me vërtet. Domethënë, i shkriti bleu edhe një kështu skuter. Para shumë vitesh bleu një skuter edhe me atë skuterin ai ishte mbi skuter ndërsa unë bëja vrap gjatë bregut të detit në Vlorë tek plazhi i Vjetër
Edhe nuk më ka trajtuar kur si princeshë, absolutisht. Domethënë në basi bëja nuk e minimumi 10 kilometra vrap që ishin ekstra stërvitjes gjithmonë. Edhe në fund kur Ti duke vdekur. Imi e ngardhur se nuk bësh për të dhe afusën me motor për shtëpi, unë ku je? Bukur kjo. E po, të ka bërë me të fortë. Unë ato buzën se merja gjallë në botët që atëherë kam Se merje, normal. Po të vinë ato buzë. Kam dhe një histori, më ka thënë dikush, një njëri për bashkë, tha, i thashën të kim Suada Sherifin në emision, tha, e ti qa bësh të kur ditë Suada nga stërvitja, tha, ishte në gjimnaz Suada së kohë, tha, Suada ditë nga stërvitja i kishe djemët për jashtë, të gjithë me makina, të gjithë prisnin Suadën, më tha dikush këtë. Vëllaj, që qenë djalë. Tashi, me të drejtën nuk dile vetëm unë nga stërvitja, se kam përshtypjen njerëzit janë ngatruar. Jo, ma tha kështu për Suadën. Ishte një ekip që përbëj nga 10 goca. Dhe pa tjetër që të gjitha ishin moshatare dhe natyrisht në Ama mis, jo të gjitha kishin dalë. Tashi nuk di që, do të thënë, okej, nuk po them, por nuk kanë që vetëm për mua. Mos bëjmë modeste, ka shumë. Ja, kanë që vetëm për mua. Në një pjesë shumë e rëndësishme të paktën e ne brezit sot është Instagrami. Vdesim të shohim vdesim postojmë njërë vetë u rrit 2 orë për që një filtr të meshme, si jam fare zonja në këtë pjesë. Pastaj mi që gjej filtrin, rrit 2 orë për që descriptionin çfarë do shkruaj. Më merr shumë kohë me beso, po më pëlqen shumë edhe të shoh Instagramin e tjerëve. Sigur ti ke shumë djegës, ke shumë njerëz që të komentojnë, edhe që të duan mbi gjithë, prandaj u futëm dhe ne dhe ta studiuam Instagramin. 2 gjëra kam vënë re, të paktën kohët e fundit. Ke patur shumë throwback-e, edhe ne kemi marrë një foto, dhe sa mirë u vdes si shoh njerëz si kanë qenë të vegjël, që është e vërteta, dhe ne kemi marrë një foto në fakt nga që do thallë tani, ja. Si ke qenë? Çfarë moshe janë bërë? Do më thuash diçka se të këtyre foto. Unë tek fotografia që jam before, do të thënë, operatorëve plastike. Po. Jam 16 vjeçë. Aty nuk kam dalë as Miss Albania, as Miss Vlora. Biles ka qenë dita e parë që unë kam pastruar vetullën. Po. Dhe nga qejfi, po, shkova dhe bra disa foto me shoqen time të ngushtë. Sa që. Edhe aty ka qenë një nga momentet më të mira të vetullës, sepse mbas asaj shkova diku tjetër, te një turke. Ta bërit me. Te një turke, ajo turkja mua. Vetëm baklavadin të bënte. Vetullën e bëri. Pa vetull, që atë, mas me zi me erdhi vetullën të rezi. I kam prerë flokët 3 vjet me baluke. Vetëm që të mbuloja vetë? Po, që të mbuloja vetëm që mos të isha më që të mori, të merrte formën normale. Po, shumë e drejtë. Në fakt Suadi, ti çfarë vura re, nga descriptioni mendova që dikush të kishte mërzitur sa i takon asaj fotos. Mas më bëj sikur se di ti tani. Po nuk më bëri më të ishte për vipat e bllokut, ç'është e vërteta. Se unë preferoj që këto faqe të ti lë inekzistente. Dgjoj, unë në fakt ti mirë bën. Edhe unë nga tani e tuti do filloj edhe unë të bëj mirë do bësh, se ne për vitesh kemi parë. Por në fakt nuk kisha përballur asnjëherë me diçka të tillë. Në ishte hera e parë. Pavarësisht se ju mund të çuditeni me idenë që si ka mundësi se ti je një person që deri diku posedon vëmendje përse ç'ne ti e kështu. Mirë, po unë që duke qenë gjithmonë kam qenë atë pjesën time, asnjëherë nuk e kam rënë dikujt në qafë, apo asnjëherë nuk kam, e kupton, gjithmonë kam qenë në habitatin tënd. Po. Nësa duke, domethënë nuk kam qenë në qendër të vëmendjes për kritika, po aq më tepër për dyshime apo aludime për ndërhyrje, domethënë për ndërhyrje të tipit hunda, buzda, gjëra që po kur e pesi reagova ama të kshua. Ke dita habite mund se unë kam një hund shumë të çuditshme. Dhe në fakt, unë kam mbajtur në disa klinika për ta operuar hundën. Po, në Shqipëri dhe jashtë. Mirë, po asnjë mjek kirurg nuk ma ka marrë për sipër. Më kanë thënë që ti me këtë lloj portreti që ke, dhe këtë lloj fiziku që ke, dhe këto shpatulla që ke, nuk mund të kesh një hund më të vogël, sepse del në dispropocion. Kupton, nuk mund të kesh një hund, e kupton, në pipiruçe ndërkohë që ti imagjino humbet. Nesër pas nesër me vitet dhe mund të mbarësh disa kile dhe mund të ndryshosh pak dhe një hund e vogël ty nuk të shkon. Dhe asnjë mjek nuk ma ka bërë hundën. Po. Pra, unë e deklaroj që mua hundën nuk ma ka prek asnjëri me dorë, nuk donin. Jo se doja. Sa e bukur. Unë kam një problem me hundën. Unë e kam të çuditshme. Unë nga një profil e kam me kock, nga profili që unë bëj gjithmonë foto, gjithkohë. Dhe nga një profil e kam pa kock. Sa do më kënaqe. Edhe duket sikur e kupton jam dy persona të ndryshëm, ndoshta sepse kam edhe fytyrën më asimetrike në botë, domethënë unë këtë jam komplet ku dëgjoj unë Semiramida, këtë jam Suada. Edhe me njerëzit që e kupton. Po, këta janë gjëra që nuk e kuptoj, nuk mund të kupton, nuk ka asnjë gjë në botë kisha, se kështu thonë të gjithë, po ti kisha bërë, ne ta kisha thënë, edhe unë sa do të jam, sa se kështu thonë të gjithë. Po, domethënë nuk
unë vdes, doja shumë ta bëja, por nuk ma kanë marrë për sipër. Kanë bërë që mirë, ku janë këto mjekët i Doktori i takojnë? parë që kam mbajtur bilet ka qenë në Tiranë, ka qenë 19 vjeçë. Edhe quhet doktor Pirini. Edhe unë vajta edhe shkova me flokët e lëshuara, Po. edhe ai ishte shumë i vjetër në moshë, me shumë përvojë, një nga mjekët më të mirë, edhe më hapi flokët, ta ma ti ke për veshët? Jo, po çka ka ardhur ti këtu? Që nga marrë për undër. Më tha mua, ku shkon me këtë mami im, shishirën, zot, se U mami knaq mi ka mami, të a? me, Se kishte qenë. gjilburat, imagino pa ndërhyrje. Edhe, domethënë, Sa e ajo, fuqishte kjo. po, edhe kështu që ti edhe them me vete, kur të gjithë njerëzit mendojnë që unë e kam bërë, po mos ta bëj, e kupton? Është shumë e drejtë kjo. Jo, tani na e mbyllë gojën, unë s'kam çfarë them tani, thjesht një këngë dhe një shkëputje urgjent. Kemi në brajer. Shumë rumjeti. Në vërtet, gjithë njerëzit inteligjent, rëmujshëm. Pas kemi një të përbashkët në situata të dyja që kemi rëmuja xhesha. Kështu quhet, kështu thuhet. Apo e krijova unë. Jo, je shumë Domethënë, je shumë në rregull. nëse ne vim te dhoma jote momentalisht, është rëmuj, Po ti seriozisht e ke bën këtë pyetje? që nga rëmuj. Dhoma ime nuk është kur në rregull. Mami jote shumë e lumtur për të fakt. Tani un kam dy dhoma. Dhoma nga mami, nga shtëpia ku un kam jetuar me prindrit, Po. është model. Se nuk shkon. Se nuk shkoj më kur. Ndërsa kjo dhoma kthej që ne do dalim pastaj. Kjo dhoma këtej tash, kjo e reja. Kjo është Lore mos e pyet. kur kaloj kështu. Po. A më se rëmuja tregon sinjaliteti, mos e vrit. Jam shumë dakord me këtë pjesën Balzaku kështu thoshte gjithkohës, po jo vetëm Balzaku. Shumë, gjithë më inteligjenti të rëmujshëm kanë qenë, kështu që kemi Po janë shpresa njerëz në të kreative, dyja. kupton se unë kur shikoj gjëra tash rëmuj kam para syve, i zgjet tek ata. Kur të kur kam në çet. Të palosura nuk Nuk më. i gjen dot. Teksa po shikoja Instagramin tënd, pash diçka. Këto radhe Si akrep që jam, jam. pash diçka, pash një datë. Një 8/6/2015, pash një unatë të ajo data, pash dy iniciale, fation do ta zoomosh pak këtë të lutem. S'më ta humbasim në një detaj të kësaj natyre. Ku jemi? Po shikoni. A bëj unë zoom apo e bëni vetë? Po çuna. Po jo, sa 1 minutë të ti. Më Jo, jep ma zoom po. Nuk shova ndej. Po ja kush, ja. Të Ja, ndihmoj. ja, shpjegoj, jep e motin suada. Ja dhe këtu. Pa hënje. Se pas mi të reja, se kështu shkru mungon ti. Po tani, edhe unë të gjithë mëshataret e mia. E mora një vendim për jetën. Se para se të fillosh ti, se mirë që pash të ca foto interesante në Instagram, ti plasin një çikme, se me të mira të mbajtëm mjaftueshëm. Wow, unë e kam fshirë këtë foto, unë e marrë. Se e ke fshirë një E fshirë se aty mendova po e marrin të ato të mediave aman. Ja që e morëm. Ja dhe kjo tjetra, pse misterioze ti? Nuk absolutisht S'do nuk që ka lidhje t'je fare me jashtë misterin private, këtë në pjesë, fundit. sepse unë kam bërë publike dhe nuk e mohoj kur që Po gjërat e bukur mendoj që nuk mohohen. jam e dashuruar, po absolutisht nuk mund t'i mohosh edhe sikur të duash. Thjesht don që ta mbash është private në fundit. Po, patjetër, thjesht dua që duke qenë se ne jemi një shoqëri e vogël, nuk dua që kupton nuk kam dëshirë që të jetë pjesë e qendrës së vëmendjes i fejuar im për shkakun tim, domethënë në sensin që ai absolutisht është në botën e tij dhe nuk ka dashur kur. Absolutisht. Nuk ka dashur kur dhe nuk mund të kupton që tash prej hatrit tim të jetë pjesë, kupton diçka që atij nuk i pëlqen. Ai është shumë diskret në natyrë. Ku njohën? Unë njohëm dashuri. Njohëm shumë rastësisht. Jemi ki bërë bashkë, kishte disa kohë që më thoshte kështu në distancë për këtë, por në fakt të dy nuk është të dinim gjë. E gjitha kjo ishte një organizim, si e këtij miku tonë të përbashkët, të cilin unë e kam pasur në universitet. Edhe ai ishte shumë i fiksuar mbas sporteve dhe unë me këtë pjesën që historikisht me sportet edhe kishim shumë gjëra të përbashkëta. Edhe rastësisht ky se e krijon situatën në një mënyrë të tillë mbas u takuar. Po, mbas disa kohësh, mbas shumë kohësh. Unë i porosita këtij tipal, i porosita proteine, sepse sapo kisha filluar të rimerresha me palestër. Edhe ky më sjell proteinat sepse ky sjell proteinat më të mira në Shqipëri. Edhe bashkë me proteinat më sjell edhe këtë proteinën e jetës. Edhe këtë tjetrin. Sigurisht, unë tash po marr këtë dhe vële këtë. Suada na knaqe. Nuk e di po, unë vërtet aty nuk prezantova pak me të dhe që në momentin që e pash, sepse ai ishte në makinë, duke dhënë makinës, ky zbriti hapi bagazhin do mirë, do ikja unë. Po ky më pa mua,
Edhe doli, më tregu shumë shkatët atë, më tregu që një shkatët atë. Shumë i zoti pas ka Edhe kur doli, që momentin që doli më pëlqeu shumë, sepse kështu në foto e kështu se kisha shpesh interes, sepse nuk mund të reflektoj asgjë në fotografi, ose nuk krijon dot një perceptim diçka, nuk merr dot nga fotografia, e kupton, është diçka që kurse live është komplet tjetër. Edhe sa e pash më ka pëlqyer pafund, më pëlqeu çdo gjë, ka pëlqyer nga qinja e lakut. Deri tek gishti këmbës. Po, deri tek Është kimike ajo gjë. shumë mendoj. Çdo gjë. Edhe Të ka goditur ai kupiti dashurisë, edhe? po thash ta mbaj veten, telenam. Nuk ka gobra, se tregove fare. Nuk u ngatrove në veç që të marrësh proteinat, more këtë dhe e fute në makinë. Po nga trova nga dashjet e fare. Kjo gjitha ndodhte komplet në kokën time. Tani ju jetoni bashkë. Po tani jetojmë bashkë. Di që jeni në njëjtën moshë, apo? Po jemi. A e bën më thjesht marrëdhënien apo krijon përplasje apo si? E bën në fakt po, marrëdhënia jon Se i bie keni të njëjtat perceptime, të njëjtat. pavarësisht ai në fakt unë kështu nga mendja jam 18, ndërsa ai është 45. O, sa mirë. Kështu që kemi një diferencë të tillë kështu. Shumë madhe. Pavarësisht se kështu jemi moshatar. Po. Po, unë mendoj që është dëshira e mirë për të marrë vesh për çdo gjë edhe në fund të ditës kjo vlen, domethënë, sepse ne jemi njerëz të ndryshëm dhe përballemi me gjëra të ndryshme, por dëshira e mirë për të marrë vesh me njëri tjetrin është shumë e madhe dhe kjo mendoj që vlen edhe është ajo që ne na bën që na inspiron që ne të kemi të gjitha këto gjërat, po, të burojnë këto gjërat që ne kemi për njëri tjetrin. Tani si do thoshte mami dhe gjithë mamat, më vajz, e keni ndarë mendjen për dasëm? Për dasëm se kemi ndarë mendjen akoma. Po e keni marrë ama një hap shumë të rëndësishëm. Jetoni bashkë, apo? Po, unë mendoj që bashkëjetesa është një hap shumë e rëndësishëm për të vendosur ditën e dasmës, por që dasma do bëhet, nuk diskutohet, shkaun. E mendoj sepse pjesa e bashkëjetesës është diçka që ti njihesh Më mirë, njihesh shumë më mirë, domethënë njihesh. Nuk mund të them 100% sepse të gjithë njerëzit janë në periudhë të vazhdueshme ndryshimi dhe zhvillimi. Sepse ne investojmë te vetja, arritemi, ndryshojmë, sigurisht përpiqemi të ndryshojmë për mirë, pavarësisht se pjesa e normave, parimeve dhe gjërave tona sigurisht ngelet aty dhe janë ato që ne kemi marrë, nuk është ato, ndryshojnë ato. Tamam. Por pjesa e bashkëjetesës është një gjë për cilën unë, me thënë drejtën, jam shumë e lumtur që e kam marrë si vendim, sepse kisha shumë me frikë, por ai ma bën çdo gjë shumë të thjeshtë dhe shumë të bukur, edhe këtë pjesën domethënë e ka bërë ashtu edhe nuk Të shkëlqen syt kur i flet, ëh? Po shkoj ka shumë projektora sa keni ju këtu. Se dhe unë kam projektore, po si më shkëlqyer një herë këto sy. Nuk mund ta fshej këtë pjesën sepse ajo është një pjesë që normalisht më bën të lumtur, më jep motiv, më motivon për çdo gjë. Është jo vetëm ditës, jetës, është mendoj që dashuria është një nga dhuratat më të bukura që ka dhënë Zoti njerëzimit dhe do të thënë, po mos ishte dashuria, nuk e di, do ishte një kaos vërtet në tokë. Mendoj pak se do ishte jeta pa dashuri, vetëm luftë. As ju dua ta mendoj. Kjo është fjali shumë e bukur tamam për të bërë një shkëputje tjetër. Jere hat aty. Ti më kishe torturuar mua aty, se më që i prisni miqt ju. Po unë për mirë mundova, nuk e dija që të pëlqente ai këndi. Unë sistemova vetë. Ja, ëmbëlsira për në fund tani. Shijoje voni. Suata do të bëj pasaport, se ne këtu bëjmë ca pasaporta të çuditshëm, si çdo gjë tjetër. Edhe pasaportën e kemi shumë të çuditshëm. Gjithsesi ta bëj këtë pyetjen, nëse do doja të kisha një pasaportim tjetër, këtë do zgjidhje. Me thënë të drejtën e kam menduar këtë pjesë, sepse do kisha dashur shumë të kisha një pasaport tjetër. Të gjithë nacionalista duke më vrarë, duke më kryqëzuar, mirë pa të bllokut po. Do dalë faqet patriotike tani. Kundër. Në fakt, tani nuk kam arsye që ne të kemi një pasaport tjetër, sepse ne jemi të lirë të shkojmë gjithandej. Unë po bëja shaka për këtë pjesën, por para se të kishim liberalizimin e vizave, sigurisht dhe unë si gjithë shqiptarët e kishim ëndër që të kishim një pasaport tjetër, unë do kisha dashur të kisha një pasaport amerikane. Po. Këtë për qef, mos më pëtë për një arsye, nuk kam një përjardhje të largët nga Amerika. Ku i dihet mund dalë, ja çojmë në një faqe tjetër kur ta nxjerrim përjardhjen. Ty tani suata. Kur ndaj një master mua ndej. Imagjino. Tani e fillojmë nga ditëlindja. Po. Ditëlindja ime është në 2 janar të 1988-s. Gjatësia? 1,83. Suata, hajde. Pesha? Mendoj që kam shtuar diçka, do t'jem 67. Wow, elegante shumë je. Ngjyra syve?
kafe. Ngjyra me rëndam në botë. Se thua kështu. Ngjyra e flokëve? Ja, kjo që shikan. Po, është origjinale. Ushqimi preferuar, vdes Unë vdes për patate. Po. Unë çdo gjë e bëj me patate. Me vërtet, po si kam të që i kaq fit? Unë vdes, mbaroj për patate, vdes për karbohidrate në përgjithësi, edhe për pasta. Por unë bëj supë me patate në furrë, gjë me patate të skuqura. Nëse një shumë e mirë në kuzhinë. Po, gatuaj, edhe nuk mund të gatuaj asnjë gjë pas patate. Nëse nuk ka patate në kuzhinë, nuk gatuam për sot, që jeni për nesër. Po këngëtarja preferuar, ke ndonjë këngëtare që vetëm këngët e saj dëgjon në makinë për shembull? Këngëtar. Po, në fakt varet, se nuk është se edhe këngëtarët tani për shembull, duke qenë se eksperimentojnë shumë me rrymat, nuk është se qëndrojnë shumë besnik që ti të rish gjithkohës. Më pëlqejnë shumë këngëtar. Nuk e di kë mund të përmendja, po Ke shihet larmishme. Shumë të bukur e do. shumë kjo Dua Lipa më pëlqen Edhe shumë. mua, high five. Pëlqen shumë. Shumë e mirë. Po, të ishin edhe nga këngëtarët shqiptar kam të preferuara. Pëlqej shumë baladat e Elvana Gjatës, edhe nuk e di pse ajo ka kohë që nuk na ka dhuruar një balad, po pavarësisht se normalisht, okej, Duhet i thye zemra me kuptoj pjesën po pikërisht, jo, s'duhet jetë thyer zemra, duhet jetë mirë. që të bëj një këngë. Ja, nuk ja uroj mjaft. Jo, larg qoftë o zot, asaj dhe asnjë femre tjetër. Ke ndonjë pije të preferuar? Duhet këtë patate dhe pije. Unë pijen time të preferuar kam vetëm ujin. Unë përveç ujit nuk pi asnjë gjë tjetër. Shumë energjike që është Shumë pozitive, shumë energjike, prandaj më pëlqej. Po dhe mua brandaj. Çfarë kisha tjetër? Ke ndonjë talent sekret që se ke treguar deri më tani? Po, kam disa talente sekrete. Po më thuaj njërin. Mua më jepet shumë për mjekësim, më jepet shumë për, po, domethënë unë nëse ti më thua mua çka ke, unë t'jap ilaçin, recetën, të jap diagnozën, po, të kuroj me pak fjalë. Unë do kisha stoporoz, me pak kalcium. Kam shumë talente, domethënë plus se pastaj mua më pëlqen shumë të pikturoj, por jo është si mund ta mendosh ti kështu të bëj piktura, më pëlqen të pikturoj veten. Çfarë thua? Sa modeste. Kam gjithë penelat e botës, kam gjithë ngjyrat e botës, gjithë ngjyrat e Ilberit. Edhe vetëm veten, ëh? Dhe ja vesh vetë. Dhe deri ashtu siç do ti mbi të gjitha, sa qef nuk i bën ndonjë piktura tjera vetëm vetes? Ja, patjetër që bëj, por e kam se pak me risk, e kupton sepse nuk dua që dikush të më besoj diçka të rëndësishme të tij, edhe që ma besoj në moment fundit dhe unë, e kupton, kam atë përgjegjësinë që ndoshta të pëlqen piktura ime, e kupton? E kam vënë për make-upin gjithmonë, se ndoshta njerëzit kish kupton me piktura. Nuk bëj Ilbere gjëra kështu. Presin ekspozit tani. Me vërtet. Një pyetje që besoj e bëjnë të gjithë. Sa të gjata i ke këmbët o Suada? Për zotin se kam matur asnjëherë, Jo. po të di, duhet të kem gjata. Duhet, edhe unë shumë mendoj, jam e sigurt, unë jam se gjithë këmbët e tua. Do të jenë një 20. Wow, interesante shumë. Një 20 po. Apo ja. Shkokur, një 19 janë këmbët më gjata në gjithë botën, e kupton vetë dalë, unë bëj si. Një 20 o gotë. Po hobi preferuar, kush është? Unë hobin tim të preferuar kam të flej gjumë. Me vërtet, sa e përbashkët është kjo. Që do të nuk dëgjosh herët? Ja. Jo, as tani që nuk je më të shtëpia e prindrive. Po pikërisht, në shtëpia e Tani prindërve është më ngrisha gjithë i dembel. Ndërsa këtu e doj gjithë natën. Studioj, kam një dhomë time në studimi, e kam seriozisht. Me vërtet. Po, lexoj shumë natën, sepse edhe ambienti aty është shumë i qetë. Jam më e fokusuar, më e përqendruar, më e vëmendshme, njerëzit janë më pak aktiv në rrjetet sociale, kupton ti më. Po nuk të bezdisin shumë, edhe realisht jam më e fokusuar. Edhe kjo pjesa e të studiorit natën unë gjithmonë e kam pasur, edhe në sezon provimisht gjithmonë studioja natën. Edhe pija 2 Red Bulla për shembull, edhe rija gjithë natën zgjuar. Edhe nuk e di, e përcitja shumë më mirë atë informacionin, e përvetoja shumë mirë, i prodhoja shumë mirë, e fiksoja shumë mirë dhe më ka ngel që atëherë nuk lexoj dot kështu në përgjithësi, po pata njerëz, zhurma. E të merr shumë. Jo, se të dua të jem aty që po një herë lexoj. E futet direkt në mendje. Nuk i kesh asnjëherë gjë e dy herë. E nënvizoj edhe një herë tjetër. Edhe U bën si pa dashur dy, edhe kaq. E fundit fare pyetja që ta mbyllim pasaportën dhe direkt bësh amerikane. Ku e ke në puthjen e parë? Puthjen e parë? Hello. Puthjen e parë, me siguri, mua ma kanë dhënë prindrit.
Këtë unë do e kopjoj të përgjigjen. Ta di është do e marrë të bëjtimen tani me copyright, do e them do si ka shumë interesante. Teksa bëni të vrap atje në Vlorë, me siguri babi. Jo, asnjëherë aty, po mendoj kur kam qenë e vogël, pa filluar të flas, sa kam filluar të flas, ata vetëm flokët. Suada, unë nuk naqa shumë sot me ty Alo, këtu. nuk naqa shumë, faleminderit shumë për ftesën. E vërtet është që ne duam të të shohim në projekte televizive. Po mendon diçka tani apo po i lë kohës këtu kur të vi sa më Unë po i lë kohë njerëzve që të mendohen, të zonë e menduar. Edhe le të mendojnë njerëzit e tjerë për mua, ndërsa unë nuk mendoj, më kam vrasë në mundje për këtë gjëra. Me drejtë. Ke mjaftueshëm gjëra për ta vrarë mendjen. U kënaqa me duhet shumë faleminderit shumë që ishe. Shumë faleminderit Të edhe pres për kur do ftesën. herë kështu, të argëtohemi. Faleminderit, do të Edhe- vi me kënaqësi kurdo që të jetë. Po. Po, shpresoj mos jetë kështu sezon tipik i këtyre i dimrit dhe i sëmundjeve. Që mos jesh i me virozave, temperaturë. se po më vinë virozat, po, që mos Do jemi ta keni temperaturë. parasysh me patjetër. Unë dua një super përqafim tani se jemi në fund. Baby, come on, let me get to know you. Just another chance. But I can't turn back now. Do shohim, ajo thashëm që do shohim foton e djalit Kim Kardashian, e fëmijës së dytë, e fytyrës dashurisë Kim dhe Kanye etj etj. Ajo që më mendua në fakt që kur lindi, deshtash që momentin e parë që u lançua fëmia. Ja bërë kështu u lançua këngë, doli në treg produksioni muzikor dhe gati deshtash doli në treg fëmia e Kim Kardashian. Praktikisht po ta mendosh Kimin dhe familjen e saj në treg i nxjerrin të gjitha ato. Është shumë e drejtë kjo, mendimi im i parë kështu dhe pa filtra madje. Në fakt, nuk di sa filtra i ka bërë fotos, po di them që asnjë nga parashikimet tona që jo të dashesi foton miliona dollar të japi për këtë revistë, për atë revistë, nuk është e vërtetë, e kanë nxjerrë në faqen e saj zyrtare. Dhe oni besoj jeni shumë kurioz ta ndiqni, meqense kohët e fundit u bë shumë virale ajo video e Kimit, sa bukur Mario, shumë bukur mashallah, gjithë po e bëjnë këtë video. Kohët e fundit këtu njerë ka shumë versione interesant. Gjithsesi ne do të lëm pas këtë video virale të Kimit për të parë një foto që po kaq virale po bëhet, fëmia i Kim Kardashian. Si ju duket, ne e shohim tani si duket në fakt, nuk i ngjan më shumë. Kjo është fotoja e parë që del, është vetëm 3 muaj Saint West. Unë themi ngjan Kanye West. Si të bëjmë kod domethënë, as që duket fare i shkreti. Gjithsesi, besoj mirë duket paktën dhe më rëndësisht jetë shëndoshë mirë se me ato prindër që ka domethënë, edhe këtë do bëj të diktit pas selfie një ditë. Jam shumë i sigurt. Ti veshur bukur se babi ka linë veshje, e të tjerë, këto janë detaje, besoj nuk kam më nevojë për detajet kësaj natyre. Tani kalojmë te disa detaje të tjera që bëjmë pas ditën tuaj definitivisht dhe pjesën e mbetur të ditës akoma dhe më të bukur. Qëndrojnë në shoqërinë e INTV për Qen In for Life. E nisim takimin nga Rudi dhe Mateo. Me qëra fjalla, dhe çunat e kam bërë atë videon, sa bukur Mario, mashallah, e kam bërë shumë bukur, e keni dhe një Instagramin tim ndër të tjera. Gjërat kësaj natyre, fani edhe pikante në thelb, i keni edhe sot në takimin e ditës së sotshme, të përditshëm kështu të Rudi dhe të Mateos, tek trejat, kështu që poziononi tek çunat në orën 8 të darkës, për të kaluar pastaj tek një tjetër show që vjen, Inda Hood, është lagja e Engjit, ku sot në lagjen e saj ka sonte në fakt 23:30 puntata e fundit do të jetë, ka të ftuar në lagje edhe stresin, se çfarë do ndodh, i shikoni, i diskutoni, i sqaroni me stresin edhe me Engjin. Stres është i sigurt që do të ketë. Për të kaluar tek preferenca ime, le ta themi tek Zumi, një dokumentar si kur më parë, për të parë në fakt në televizionet shqiptare, një kamerë është futur në seminaret e Shkodrës për të parë ato rrethimet gati të pabesueshme dhe gjithë ato mistere çfarë ndodh gjatë përgatitjes të këtyre seminaristëve në fakt. Do ta zbuloni sot në orën 20:00 për ta parë më në detaje këtë të fundit. Tani nuk do zbulojmë asgjë tjetër se bolli sa është të gjitha, vetëm këngën që do të vi tani, një kohë kur doli kënga ishte kolon zanore këtu pa diskutim. Are you with me, e shohim. Make me blush, give me that. They can comment on it. The body language, nigga, it Po them të përshëndetemi, po kemi shumë detyra shtëpie para se të përshëndetim dhe të themi kështu goodbye my lover, goodbye my friend, si thoshte, dhe vërtet thot James Blunt ndër të tjera. Jam fiksuar me këtë këngë, nga që ka padigjen James Blunt mbase. Tani, së pari, bëni pjesë jona në rrjetet tona sociale. Iku kjo, Facebook, Instagram, Twitter, kanali jon YouTube INTV Albania ku mund të shihni çdo puntat definitive se çdo programacioni këtu në 1% In for Life dhe website-i INTV.al ku mund të votoni këngët tuaja të preferuara shqiptare që të shtunë pastaj vjen top 10 i nxehtë, 10 këngët më të mira sipas votave tuaja. Mbaruam. Së dyti, Telekom Albania duhet të jetë patjetër në telefonin tuaj, ma besoni këtë të fundit. Unë komunikoj me gjithë njerëzit që duan, besoni askush nuk i ka afër njerëzit që do në fakt, po mund të jenë larg, kudo, po kjo nuk ka rëndësi fare nuk është faktor pengues që Telekom Albania t'i bëjë gjithë tuaja më të bukura. Përdorni në maksimum paketet e shumta që sjell Telekom Albania. Të konvertuar ato si minuta dhe mesazhe për demonstruar dashurinë apo mallin që keni për njerëzit tuaj. Mbi të gjitha përdorni 4G shumë interesante dhe pikante që vjen për herë të parë në Shqipëri. Unë e di.
unë e di, ju e dini, jemi brezi i internetit dhe vdesim për një çik internet në telefon, pa çka se kjo na e shkatron baterinë. Edhe këtu ju kuptoj dhe ju kuptoj shumë mirë. Me Telekom Albania ne kryejm çasti që na lidhin dhe ky është pa diskutim rrjeti që na bashkon në Europë. Nuk dua të mirupafshim, të paktën jo pa lexuar dhe komentet e fundit që të ditës së sotshme sa i takojnë temës shpenzimeve. Për çfarë keni shpenzuar më shumë? Ndërsa Dorina thot për ëmbëlsira, vdes thot për ëmbëlsira, Nenci thot nuk është një gjë, por shumë gjëra do të janë rrobat, janë fiksim. Shkolla, kursi, shopping thot Frida, për veshje thot Klea, unë shpenzoj për ditë. Studente e sapi thot Adela, suksese në sezon Adela. Patrik thot se harrova, Hi Patrik, iPhone-i im thot iPhone 6. Për çefin tim thot Astrea, Neli thot për veshje kam shpenzuar shumë, për 20.000 ka thot Klajdi, 20.000 ka dhe nuk e ndau njëre me ne, po turp të vi. Eda gjithashtu thot për veshje dhe Brisila thot gjithashtu për veshje. Atlete, fustane, këmisha, për ëmbëlsira, për bijuteri thot dikur tjetër. Ela thot mua nga harxuar për një fustane për flokët, por shumë ama çfarë ka për flokëve? Nëse nuk është një gjë, po janë shumë dhe shumë të tilla. Dëgjoj, se ku i shpenzoni lekët? Në fund të gjithë është punë për ju, po se ku e shpenzoni 2 orëshin e drekës është punë për mua dhe për ju bashkë. Ju dua nesër këtu në Fande 52.00. Mirupafshim. True. I fuck with you, you damn right.